TVSH 15%, ulje progresive sigurimeve shoqërore, pjesëtim me 5 e taksës pronës, pastaj ka reduktim me 4 herë të inspektimeve, ka ulje çmimit të energjisë elektrike nga 24 lek kilovati në 7 lek, në 6 lek kilovati për biznes, në 6 lek për popullatën në 7 lek, ka ulje të çmimit të naftës, ulje të ndjeshme të çmimit të naftës, sepse dihet se ku qëndron, ku flen lepuri me çmimin, për biznes të ka taksat lokale, u vjet kufiri tek thana, nuk mund të jetë kurrë më shumë se 1% e xhiros vjetore, janë 10 herë me çtreta, nuk mund të jenë, se këta çfarë bëjnë? Ai merr vetë taksa dhe bën Bashkinë e Tiranës sa me 10.000 punojës, sa 11.000 punojës.